Ish kryeministri i Shqipërisë, një nga figurat më të njohura të tranzicionit politik, Fatos Nano, ka jetuar dekada në qendër të pushtetit dhe debatit publik, por një pyetje mbetet ende mister, sa është e madhe pasuria e tij e vërtet. Sipas hamendësimeve të ndryshme në media dhe analizave të publikut, pasuria e mundshme e Fatos Nanos mund të llogaritet me 10 miliona lek, duke përfshirë prona, investime dhe kursime të akumuluara ndër vite. Megjithatë, vetë Nano ka deklaruar se nuk zotron vila luksoze, saraje apo media në ndikimin e tij. A është Fatos Nano një njeri me pasuri të madhe të fshehur apo thjesht një politikan që ka jetuar me thjeshtësi? Ky mbetet një nga misteret më interesante të politikës shqiptare.